Një shtetas i Kosovës është dënuar me 3 vjet e gjysmë burg në Austri, si organizator kryesor i disa grabitjeve në veri të Burgenlandit. Ai akuzohet për grabitje të stacioneve të zjarfikësve dhe një banke, nga ku vodhon mbi 90.000 euro. Sipas mediave austriake, 33 vjeçari ishte kthyer në Kosovë për t'u kujdesur për nënën e sëmurë, por pas lëshimit të një urdhër arresti ndërkombëtar, ai u kthye vullnetarisht në Austri dhe u përball me drejtësinë. Në gjykat ai pranoi plotësisht fajsin, duke deklaruar se grabitjet kishin qenë ideja e tij. Rasti më i rëndë ndodhi në Strasburg, ku nga një bankomat u grabitën 91.000 euro. Policia arriti të rikuperoi rreth 34.000 euro, ndërsa pjesa tjetër u nda mes grabitësve. Një grabitje tjetër e planifikuar në Wiener Neustadt dështoi. Gjykata rajonale e Einshtadtit, pas shqyrtimit të provave, e shpalli fajtor dhe e dënoi me 3.5 vite burgim.